Si mendoni, a do të largohet Berisha nga drejtimi i Partisë Demokratike apo do të vijojë në këmbguljen e tij duke qenë se po përdor si kauzë të fortë vjedhjen e zgjedhjeve? Po qa është PD-ja? Një bandë. Merrni kështu, qa është PD-ja? A ka shërbyer PD-ja për të pasuruar gjithë qeveritarët e saj në kohën që ka qenë në pushtet? Apo në kohën që është opozit, për të bërë kulla siç akuzohet, edhe për të PD-ja është e Saliut që ka kryetar, që ka këto miliarda dhe që po paguan 10 miliona për të shpëtuar miliardat dhe kokën e tij. PD është PD e Mulit, që ka disa miliona euro prona. PD-ja është PD-ja atyre që vollën, që privatizuan Çezin dhe vollën, edhe i financojnë mbrapa krave këta. Janë dhe biznesmen dhe financojnë PD-n e tjerë. PD-ja është Albana Vokshit, zhytur për karburante ku ta diun në çfarë është tjera. PD-ja kujt doni, është ati bozdos që na doli me 20 ca prona. Për çfarë është PD-ja? Është në një pasuri kombëtare? Po kështu që edhe PS-n. Tani të t'i qajmë hallin këtyre bandave pse kanë probleme të brendshme. Po unë them flakat i bie. Edhe kur t'i bi flakat shkojnë afër ta marrin dhe Ramën me vete. Se na ka lodh. Po na ka lodh. Me paradën e këtyre policëve trafikant, me ato që ndodhi Pardje e tjerë, që marrin paga mujore nga krimi, sindikat krimi, me zot lart shnoj aty, që ju dhemi syt kur shohin një person si puna ime, po që do t'i plas në dorë si mos më keq. Sindikat krimi. Policë që bëjnë keq, një person si puna ime, ndihmon drejtsin, ndihmon dhe vetë ata. Ja këto janë, mos më bëhet vonë tani të shkrihet policia komplet, jo më PD-ja, PD flaka inshallah. Flaka. Atje, domethënë, ti bjerë, me gjithë PS-n, se nuk ka më asnjë vlerë. 60 vjeç të bëj lojë tani Saliu me Ramën, do të tallin këto, por nuk se të tallin mua, po tallin këto poshtë, bëj të pazaret poshtë, e sa do të niveli im ta kuptoj se çfarë bëjnë këto, të bie unë në nivelin që të dëgjoj batuta dhe gallata në fushat elektorale, ndërkohë që aty është fati im dhe i vendit tim, familjes time për 4 vjet. Dhe nuk mora vesh çfarë ndyrsilliku tha njëri dhe çfarë shpifsire tha tjetri. Të paktën si program ekonomik. Se Saliu lehtisë dhe ky tallën krahun tjetër. Kto meritojmë ne, domethënë. Dhe këta janë gjigante mëdhej këta. Nuk ka tjerë, nuk bën Shqipëria si këta më, domethënë. Kupton ti? Por moralisht, njëri më i zi se tjetri, që nuk e meritojnë domethënë të bëjnë jetë lirë, as njëri dhe as tjetri. Dhe që mendojnë që ne drejtat tona do t'i lusim, do lutemi për tyre dhe t'i shohim si bamirësi për tyre. Tu nuk është vëzgjidhja të këta, i nderuar. Tu zgjidhja është, a do ndryshojmë ne? A do kemi një mentalitet të ri? Dhe a do nxjerrim njerëz të ri? Bëhe sa duash të ri, vishi sa duash plakën, nuk bëhet më së re. As Saliu as Rama nuk bëhen më të devotshëm kollaj, nuk e di, unë nuk jam prift, nuk jam as shënanoj, që u fal t'i pastroj këta. Unë si jurist kam për detyrë t'i ballafaqoj tani këta me drejtësinë. Kaq. Pastaj t'i falje e i lartë për t'i falë. Këta tani nuk mund të rinë me mëkate kenesës për i mbajnë të më, domethënë. Janë qafën e i populli, 2 bandat mëdhaja që na kanë lodhur. Ose le të mos ikin. Le të iki unë para tyre, po paktën të iki me dinjitet, domethënë. Është mirë që këtë jetë ta mendosh mirë kur je kapacitet plot intelektual, ta mendosh mirë si do të dalësh nga kjo jetë. Dinjiteti me dalin nga kjo jetë, me ikjen. Të ikësh si ai dut, dhe që nuk e morën dëshkimin pse ishin pushtet, edhe kjo nuk është një zotësi e madhe. Ne do ja themi të vërtetat si njëri dhe tjetrit edhe çka kanë rreth tyre. Nuk shoh një person rreth tyre në rrethin e ngushtë
pra përveç tyre që të jetë idealist, që të jetë një person i devotshëm dhe njerëzit ndahen vetëm nga devotshmëria, që të jetë i devotshëm që ne të çohemi tani të prishim gjumin e të votojmë këta, se njeriu ja jep një punë për ta bërë dikush tjetër, ose nuk ka kohë, ose është i paaft ta bëj vetë. Unë nuk di se të dy këta bashkë janë më të afër shumë se unë për ta bërë këtë punë, ose të dy këta bashkë janë të ndershëm sa një imita ime për ta bërë këtë punë. Thjesht. Saliu me lajtitit e tij, që e paksonte Gramshin nga 50.000 në 60.000, bardhi, dhe ky tjetri që nuk guxonte të hapte asnjë temë ekonomike. Dhe sa që hapshin gojën tjerë, dhe të dy bashkohen te minimumi etik. Mjafton aja. Në asnjë vend nuk fillojnë punët e mëdha, investimet, pas zgjidh problemet më emergjente, që është problemi i mbijetesës njerëzve. Ti ke qoftë njëri të jetë në probleme mbijetese, zëre se i ke bërë dëm gjithë botës. Prandaj thotë edhe feja, kush vret një njeri ka vrarë gjithë botën. Ne të gjithë kemi prerë nga një njeri, nga Adami. Po sa qindra mijëra njerëz janë në Shqipëri që nuk kanë minimumin etik. Po t'i lëm këto tani se kemi probleme, ne kemi ca investime tani, kemi ca porciane ne këtu tani, ca 3 dëra këtu me ca kalamaj që vijnë dhe maniten nga heroi kombëtar që akoma është gjallë etj. Po çfarë këto, ku të shesim këta? Ja po ta falim një herë, 2 herë, po na i nxjerr këto si flesh, ja bëre qefin vetës, hajde relaksohu, bëj qefin vetës. Ç'është kjo më? Na ka vënë një shtet tani që bën hajër edhe vjet, dhe këta nuk janë, këta janë poshtë. Këta e duam si kalamaj. Këta bëjnë lëpirë më të shpjefur, edhe këtej dalin me Range Rovera e me 18 apartamente, ku ta diu me ca miliarda, pastaj investojnë në Afrikë, në vende të tjera, në Azi. Çfarë tonë? Po na u shpjefër. E thon pasaj, po unë mu mi hajnë darët maskurisit. Po këto, kush i solli këto? Kush i gjeti këto? Nga terës. Veti more. Ja dhe këtë të drejt vetës ti marrësh, po. Po ço një për tyre ti me dorën tënde, ço atje, dorëzo atje në para drejtësisë. Që s'po bëni mua, po tu ku jam. Sus. Po dhe aty u mërzitën. Se ky me formën që i jep ky, kam drejtu me shembullin tim. Kam drejtu me shembullin tim. Si kam bërë favor as mikut, po atjetin që se kam njoft, atje e kam marrë dhe i ka taku e drejta, i ka taku. Kam bërë debat me kolegët, i takon e drejta. Kam drejtu me shembullin tim. Nuk kam drejtu kështu për të folur këtu dhe për të tregu sa bukur e thashtë atje. Absolutisht jo. Unë e besoj dhe jam serioz tek ajo që them e bëj. Kështu që i ka ardhur fundi domethënë. Nuk na dëgjuan, po ta kishin dëgjuar para disa vitesh, do ishte bërë mirë dhe për ta dhe për Shqipërinë. Tani na lan kritikën, kritika do të jetë e pamëshirshme. Ta harrojnë që unë apo të tjerë si janë disa. Kujtojnë se ne marrim frym për bamirësisë tyre, kuptohet? Që në ky moment domethënë ajo shpata drejtësisë duhet të jetë shumë pamëshirë fare tek ta. Mendojnë që dhe ekzistencën tonë e kemi për bamirësisë tyre. Tani tim kupton, besoj se ke një lloj formimi dhe religioz, mendon se sa e rëndë është kjo për ne. Çfarë provokimi është?